Vetëm 12 licenca janë dhënë për objektet e eventeve që operojnë si diskoteka dhe kabare në vend, por në praktik janë qindra të tilla në gjithë vendin. Kryeministri Mickovski tha se do t'i mbyllë të gjitha ato që janë të jashtëligjshme, që sipas tij janë hapur në periudhën kur në pushtet ishin LSDM dhe BDI. Ai tha se do të marrë të gjithë përgjegjësinë vetëm pasi të asgjësoj edhe korrupsionin në administratën shtetërore. Да им одговорам на ние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите, кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вадим. Ai ju referua në kryetarit të BDI-s Arber Ademi, i cili në orët e vona mbrëm para stacionit policor tha se pushteti po përpiqet i hedh fajin strukturave të mëparshme të integristëve, derisa merrej në pyetje ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ky i fundit po mbahet në paraburgim të shkurtër për 48 orë. Ademi mbajti konferencë për media edhe sot, ku tha se askush nuk duhet ta shfrytëzojë këtë tragjedi për përfitime politike. Mendojmë se nuk është koha për politikë, po flasim për llogaridhënie. Ne sot kemi nxjerrë në pa fakte dhe kemi përcaktuar saktësisht se kujt është kjo përgjegjësi. Askush nuk duhet ta shfrytëzojë këtë tragjedi për përfitime politike apo të manipulojë me emocionet e qytetarëve për të liruar dikë nga përgjegjësia. Në Koçan, si komunë me 31.602 banorë, dhe vetëm 2 vende që operojnë si një klub nate apo kabare, Papazov dhe autoritetet e komunës e dinin dhe ishin të detyruar të dinin se kompania MMM Cafe Doyle Koçani nuk kishte licencë dhe nuk i plotësonte kushtet. Ndërkaq pas marrjes në pyetje të organeve hetuese, dorëheqje dha kryetari i komunës së Koçanit Lupço Papazov, i cili është nga radhat e VMRO-DPMN-s. Por kreu i kësaj partie Mickovski tha se pushteti lokal nuk ka faj përveç çështjeve të imta të lëshimeve të inspektorateve komunale. Ai tha se fajin kryesore kanë autoritetet qendrore që kanë dhënë licenca të falsifikuara për ato objekte në periudhën 2022-2023, kur ministri i ekonomisë ishte Kreshnik Bekteshi. Kryeministri tha se nuk do të tolerohet askush dhe të gjithë do të japin përgjegjësi për këtë vrasje masive siç e cilësoi ai sot.